Mirë ditë, përshëndetje, përshëndetje. Okej, baba, faleminderit, unë po dal tash po të lot lirë informativi prap. Shqipe, rri edhe pak është bisedo me tonin se jo me zonë. Po ta veç dëshirë ta pyes këtë motrën e cila në panel tu, nëse shehi, do me thonë, edhe e respekton kanunin si pas teje aj nuk ka një besimtar i besimit islam? Nëse shehi e zbaton kanunin, edhe nëse zbaton kanunin që nuk i prekin dispozitat kuranore islamit, atëherë nuk është musliman. Sipas meje. A ka të drejt një sheh apo një dervish që ta mbon besimin e vet në zemër, po ta përkra në gjitha mënyrat kombin dhe ta mbron identitetin e vet shqiptar? Unë të i tash, si cili ka drejt me mojt krishterizmin, kanunin, islamin, kushtetuta e lejon gjitha. Mi po nuk e ta lejon ty drejtën me acenu dikujna mendimin, ose me shpreh mendimin e saj fetar, mendimin e lirë fetar. Pavarësisht sa është i krishter musliman, o shia, apo çfarë është. E ti toni, unë vetë jam sufiste, i takoj besimit sufist. Mi për nëse një që i jam, thot, unë nuk e pranoj që ta jetë Kuranit, atëherë ai po del jashtë dispozitave të islamit. Si mund të ka një musliman, që thonë vetë musliman, me zbatu kanunin e lek Dugaxhinit për shembull. Vetëm nëse ndaj dispozite kanunit përshotet me ligjet kuranore. Unë si muslimane, për shembull, me zbatu kanunin e lek Dugaxhinit, i cili ka parimet krishtere për shembull. Edhe nëse ato Motrën ndëruar me gjithë respektin, asnjë sheh apo hoq teolog apo prift nuk e zbaton pik për pik as Koranin, as Biblën, as hadithet. E vërtetë. Çka do të më thonë këtyne? Atë kur do s'kisha më thonë, se problemi është se na jetojmë në një shtet sekular. Dhe më thonë, feja është nda me pi shtetit. Dhe thonë, çdo gjë që funksionon këtu, funksionon pas ligjit bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Mirë, por Republika Kushtetuta nuk ta ndalon ti me shpreh fejen tonë, me mbajt fejen tonë, pavarësisht që është fej takon. Ki drejt. Ama nuk i drejt me të cenu lirit fetare të asnjë feje. Disa me thonë. Edhe një sheh të kishte jetuar në shtetin islam, jo në shtetin demokratik, ai nuk kishte mund me vepru si që veprojnë shehat në Kosovë. Po duhet m'ju zbatu që të është problemi të kumë besimtar, se na jemi një kom me 3 fe. Plus se kemi edhe kanunin që kemi zbatu më herët. Për shka kemi zbatu kanunin më herët? Sepse kemi qenë shtet komunist, i cili komunizmi e ka ndalu fejen rrepsisht, e din shka qenë situata në Shqipni. Kosovë kemi qenë pak më të lirë, edhe kemi ngel me ato traditat e tuna kombëtare, të kanunit. I po kanuni lek Dugaxhinit është shrupi një prisi që ka qenë një krishter. Unë nuk kam gjo asgjë kundër krishterizmit. I po ma vo me pushtimin Osman, ne jemi bo muslimane dhe kemi kalu me një fazë tjetër, dhe me thonë me dispozitat sheriatike dhe që gjitha ta shqiptarë që e kam pranu fen islame, qof me dhunë ose me vetë dëshirë, duhet një përmbo ata që e qujnë vetim besimtar dispozitave të Kuranit. Na pëlqen neve, as të pëlqen kushtetuta, aty nuk ta ndalan, të ja don me bo si pas kanuni lek Dugaxhinit, ose si pas Krishtit, ose si pas Muhamedit. Atëra është ajo çortë jytë. Është vullneti jytë i lirë personal, që ligji i Kosovës nuk ta ndalon. Ti tash dush me vepru që dush. Se cili prift, qoftë musliman, krishter, ka drejt me thonë mendimin e vetë lirë, bazume me ideologjinë e fesë që i përket. Nëse ty të pëlqen apo nuk pëlqen, nuk i drejt me të cenu. As me ofendu, e pëlqen. Të pëlqen krishterizmi, mund është më boj krishter. Pëlqen islami, mund është më boj musliman. Shumë e thjeshtë.
Kemi vdek bashkë, kemi luftu bashkë, Pashke Bajram bashkë kemi festu. Ku nuk kemi pas urrejtje. Edhe nuk guxojna me pas si kom shqiptar. Prapë se prapë, ne jemi tre fe, po jemi prapë shqiptar, prapë jemi vllazën edhe motra. Urrejtja fetare nuk banë gjithu në kombin tonë. Nuk banë mi përzit ato lufta që zhvillohen atje lindjet mesme me muslimanët e Kosovës. Se muslimanët e Kosovës kanë dallim shumë të madh me muslimanët e lindjes mesme. Shqipe, unë e pata një pyetje për ty, se unë nuk bëj pyetje ofenduese kur, por si unë si krishter, edhe ti, edhe ju si një besimtare e besimit musliman, a jena na të dytë njëjtë apo drejt para Zotit? Po mëre, po. Sepse na dhe Isajin, Jezusin e pranojmë si profet. Unë e vetë për veti kom shku edhe në kishë kom bë lutje. Edhe pse jam muslimane, nuk kom ka pengu. Ju kom lut me Remës, Marijës, ju kom lut Jezusit. Zoti është një për gjithë. Qëllimi i gjithë profetëve, edhe qëllimi i fjalës Zotit ka qenë që na të jemi njerëz të mirë. Ta kemi mirësinë, ta kemi paqen. Edhe Jezusi ka prediku paqen, a vërtet? Ka thënë me pas paqë, me dashur edhe armikun tuaj. Edhe Muhamedi ka thënë, ki drejt për shembull më hakmon, atë ta ka bë, po nëse ja fal, ajo është më e mirë për ty. Do me thonë paqes gjithmonë i ka ndonë. Vetë fjala islam do me thonë paqe. Si krishterizmi, si Jezusi, si Muhamedi gjithmonë kanë shpreh paqe. Mi po, rrymat politike, ato urrejtjet ndër sektore, ato kanë lidhje mas profetëve. Fjala e Zotit është që na me qenë njerëz mirë, me qenë besimtar, mos më rreth njëri tjetrin, mos më bëj të keq njëri tjetrit, mos më bëj mëkate, dy aty thonë edhe Bibla edhe Kurani. A është e vërtetë? Asnjëna nuk thot që na mu dhonë rreti janë në pas rreti në pas, e vërtetë. Unë e pajtona me ty për ata dhe nuk mojnë me ba debat me ata që në ratë pare kanë kombin. S'ka fe pa adhej as adhej pa fe. Mu Kurani u kam kështu. Thëtë kondër krishterët, njerëz që janë të mirë, edhe mendojnë thëtë se kanë me qenë në parajs me njerëzit e mirë. Ju duhet me respektu ata. Mirë, po nëse ata ju luftojnë juve, atëherë ju keni drejt me vendmbrojtje. Ashtu sa mirë thëtë Kurani. Kur Kurani nuk i ka kundërshtu të krishterët. Edhe Zoti thëtë ka për atyre që shpresojnë që bëjnë vepra të mira, edhe që shpresojnë që do të jenë në parajs një ditë me njerëzit e mirë. Nuk ka dhonë kur Kurani i rreti kundër krishterizmi. Kur nuk thëtë, nëse dënë, mund është me lexu edhe është syrja e veçantë Koran që fol për Marijen, na i themi Meremi, fol edhe për Isajin Jezusin. Na si musliman, i besojmë edhe Meremës, i besojmë edhe Jezusit. Unë për veti personalisht nuk kam kufar rreti për krishterët. Unë e lexoj Kuranin, edhe se jam besimtar i besimit krishter. Muhamedi sallallahu na ka thonë se duni Jezusin Isajin, sepse ndërmjet meje edhe atij nuk ka për ndërmjet atë që jemi afër njëri me tjetrin. Nuk ka thonë kur që me urrejt krishterët, jo nuk ka vërtet. Edhe është syrja tjetër në Kur'an kur thot, ata thot e kanë për krishterët, ata thot e kanë ndërtuar një tempull, ju mos i pengoni, sepse ata shkojnë aty dhe përmendin emrin tem. Ashe? Edhe Islami lejon edhe kishën si tempull, që thot mos i pengoni, sepse ata aty shkojnë, bëjnë lutje dhe përmendin emrin tem. O surja Isra më duket. Kur Kurani nuk e ka kundërshtuar krishterizmin? Nuk është e vërtetë.